Domethënë mas viteve 90 që në farë forme ka nisë gur themeli I futbollit të pavarur të Kosovës. Tani dihet më që gjatë koha e para luftës, domethënë data e bombardime, përfundimi I luftës, shpallja e pavarësisë, pranimi I Kosovës në FIFA dhe në UEFA që janë data shumë të rëndësishme, kështu që jem sot para një datës që mund të ndodhë një datë të shënohet një datë ndoshta historike, domethënë në futbollin e Kosovës dhe natyrisht atmosfera që mbretëron, unë mendoj që është një atmosferë e jashtëzakonshme sepse kam pas sot qytetar apo njerëz nga të gjitha viset e trojave shqiptare që janë prezente në Prishtinë për ta ndjekur, disa për ta ndjekur brenda në stadion, disa janë sepse stadioni e dim gjithë kapacitetin e numrit të tifozëve sa mund të pranoj dhe besoj që atmosfera ka me qenë shumë më e mirë dhe shumë më e zjarrtë jashtë domethënë në qytet ku janë kriju këto. Shtaku, para se të kam një linë të drejt për drejt. Nuk e di nëse ka regjia, Meti ta kam dërgu në Facebook, është që kjo foto, zoti Shtaku po e sheh, ku kemi qenë vitet e 90-ta, të I la patikat në potencuar ma herët. Për pak do I kemi edhe në daljen generale. Ka shumë foto dhe video të asaj kohë dhe unë e thash, ndoshta është ai fillimi gurthemelit të futbollit të pavarur të Kosovës dhe mas një periudhës që mendoj që potencoj edhe Gania mas një kohë shumë të shkurt pranimit në UEFA dhe FIFA, ne domethënë jemi para një ditës që më të vërtet nëse edhe po shpresojmë gjithë dhe jemi optimist gjithë që sot Kosova do të fitojë ndeshjen kundër Turqisë, një kombëtare që është jashtëzakonisht e fortë, një kombëtare që ka shumë prehuje domethënë si në kampionat evropian ashtu edhe botëror dhe natyrisht Shifni këto, pra Lushtaku dhe Sejdiu, janë foto, ju I keni përjetu vetë, pra prandaj edhe I sollat të nxjerr këto, pra shifni këto, edhe këto janë të vlefshme veçanërisht për gjeneratat e reja që kanë lindë mas vitit 2000. Kjo ka shumë rëndësi kjo foto, nuk është veç foto në çfarë kushtesh kena lujt. Jo, kjo ka qenë rezistencë, pra. Kjo ka qenë edhe rezistencë, edhe identitet, edhe kemi qenë domethënë për ndjekun gjithmonë në atë kohë edhe në rrezik për ndoshta edhe për jetë sepse ka pas shumë raste edhe situata që jemi për ndjek, janë rrah shumë futbollistë edhe një aktivist të asaj kohe dhe më të vërtetë ka qenë një periudhë shumë e vështirë, por motivi vullneti ka qenë I madh dhe natyrisht ai motiv edhe ai vullnet, edhe ajo dashni për futbollin edhe dihet që kemi pas edhe një motiv shtesë që t'ja domethënë të punojmë edhe të luajmë për inotit të okupatorit serb dhe